Të mirëfillt interinstitucional në zgjedhjet e vitit 2025, kemi një kërkesë e cila është deponuar në maj të vitit 2025 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për shpalljen e konkursit për plotësimin e një vendi vakant si pasojë e dorëheqjes së një kandidati më hershëm që ka ushtruar funksionin në Këshillin Gjyqësor. Kështu që për momentin ne kemi një vend vakant në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, andaj në bazë të gjitha autorizimeve që ne i gëzojmë si komision, kërkoj që të futet pika e renditditës shpallja e konkursit për një antar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Por nëse janë 3 vakanca, atëherë mundemi që për të 3 me shpall. Unë i kom me shtu 3 pika. E para, Lerta, unë, Artoni edhe Adnani kemi qenë në komisionin për legislacion në mandatin e kaluar. Në atë kohë kemi themelu, mos kofsha gabim të dy aty në themelu, edhe gjykata komerciale edhe gjykata administrative. Unë kërkoj që si pikë e rendititës në planin e punës tonë bëhet një vlerësim i punës tyne për shkak se në atë kohë si logjik kur e kemi diskutuar në komision, logjika për gjykatën komerciale ka qenë sa ma shumë me mujt me decentralizu sistemin që me mujt me i trajtu në atë kohë londë, të cilat kanë qenë londë diskutabile në mes të gjykatave dhe sektorit privat. Pastaj tek gjykata administrative është lidhur shumë me punën civile, kontesteve civile. Edhe në atë kohë kemi pas mbështetje edhe për një programi të ambasadës amerikane. Ka qenë një program me cilin kem punu. Mirë, por nuk dim se si kanë shku punë deri tash. Unë mendoj që si komision përkatës në Kuvend Kosovës duhet me pa, për shkak se ka pas raportime të ndryshme rreth punës, sidomos të gjykatës komerciale. Edhe duhet me pa domosdoshmë cili ka qenë efikasiteti, angazhimi dhe ja ka vlerë që kemi themeluar dhe aja vlerë. Çështja e dytë, kryetar, ne në fillim të vitit, zakonisht me komisionin përkatës në Shqipëri, kemi pas një punëtori në Trez ku e kemi diskutu përvojën e tyre ata janë pak përpara neve në reformat në drejtësi. Ka diçka që lidhet ngushtë edhe me planin e punës të qeverisë, edhe propozoj që të vazhdojmë, zakonisht në pranvere ne shkojmë Tiranë, masanej dikur në pjesën e tretë vitit ata vinë te na ose të katërtën, pra një punëtori të përbashkët me Komisionin për Legislacion në Parlamentin e Republikës Shqipërisë. Edhe pika e tretë ndërlidhet me një çështje që është bukur e rëndësishme, dhe ka të bëjë me vetë ligjin për deputet. Unë mendoj që ne duhet me marrë përsipër këtë çështje. Bindja ime është që shkon më mirë në sesionin vjeshtor me monitoru këtë. Unë këto plotësisht dakord, po jam shumë i sigurt që është pak veprim i parakohshëm.